Përshëndetje gjithve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me hënën e plot, që është në datën 12 në shenjën e Akrepit dhe quhet ndryshe hëna e luleve. Do shohim se çfarë do na sjelli kjo hënë e plot për të gjithë ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni te videot e kaluara të këtij kanali. Atëherë, me çfarë është e lidhur kjo hënë e plot? Kjo hënë e plot është e lidhur me të vërteta, nxjerr në sipërfaqe situata të shtypura, pasione dhe marrëdhënie pushteti. Është një hënë e plot ku disa prej jush do çlirohen nga disa vështirësi, por do marrin dhe kontrollin e jetës në duart e tyre. Është një hënë e plot ku do dalin të vërteta në sipërfaqe dhe ju do merrni një qëndrim më të qartë ndaj situatave të ndryshme që keni, por gjithashtu do t'ju shtyj që ju do t'ju shtyj më tepër të shihni se çfarë ju lodh ju në konsumimin e ndërgjegjes tuaj, por ndërkohë të distancoheni nga mjedise negative, të kujdeseni për shëndetin tuaj dhe për ndjeshmërinë tuaj. Është gjatë kësaj hëne të plot, ju do sqaroni çfarë dëshironi nga të tjerët, ose njerëz ose situata nga e kaluara që do rishfaqen gjatë kësaj hëne të plot. Dhe ju do mbroni ndjenjat tuaja nga persona që vërtet nuk e meritojnë. Për disa të tjerë do sqaroni pozicionin tuaj në marrëdhëniet tuaja të pushtetit, por gjithsesi për një pjesë prej jush do ndryshoni të ardhmen tuaj. Në lidhje me disa të tjerë do ketë zgjidhje të disa situatave, do flisni më me sinqeritet dhe kjo ka lidhje edhe në lidhje me çështjet ligjore që mund të jeni në dilema. Mos lejoni frikrat gjatë kësaj hëne të plot në lidhje me këto situata, por gjithsesi ju do mbyllni deboshllëqe financiare, ekonomike dhe do rifitoni atë vetë vlerësimin tuaj. Ndërsa disa të tjerë do jenë gjatë kësaj hëne të plot, do jenë drejt zbulimeve personale, do kenë transformime, vendime të vështira, por që do jenë edhe shëruese gjatë kësaj hëne të plot. Ndërsa për një pjesë tjetër, keni kujdes mos u përfshini në thashë theme, në lojra të fsheta, përqendroni te qetësia juaj dhe për një pjesë tjetër ju do veproni në mënyrë konkurruese me qëllimet tuaja. Dhe do mendoni cilat janë qëllimet dhe kush ju mbështet në lidhje me qëllimet që ju mund të keni vendosur vetes. Gjithsesi, për disa të tjerë, ju do merrni një rol drejtues, udhëheqës, mos injoroni të vërtetat personale gjatë kësaj hëne të plot dhe rruga juaj do hapet me guxim. Do keni tërheqje gjatë kësaj periudhe dhe efektet e hënës janë 3 ditë para, 3 ditë mbrapa. Do keni udhëtime, do studioni situata, biseda, por do hapni dhe shtigje të reja në lidhje me bindjet që ju keni për të zhvilluar në lidhje me gjithçka. Dhe unë do shoh se çfarë thot taroti në lidhje me këtë hënë të plot. Atëherë, kemi energjitë shenjave të tokës, të ujit dhe përsëri të tokës. Gjithsesi, energjitë nuk kanë rëndësi. Ju shoh që ju do jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një refuzim. Ndoshta ju mund të keni refuzuar një dashuri ose t'ju kanë refuzuar. Ose në rastin tjetër do bini pak të trishtuar dhe shoh që një person ju ofrohet dhe ju do i jepni dhe do merrni në lidhje me njofjet që keni ose me lidhjet. Mund të jeni duke u mbështetur dhe nga një person, mund të jetë një energji femërore, një person shumë i dashur.
Ndërsa në lidhje me anën ekonomike, ju do mendoni shumë fort gjatë kësaj periudhe, ju shoh pak të trishtuar në lidhje me anën ekonomike, por gjithsesi ju do keni një ofertë shumë të mirë gjatë kësaj periudhe, do merrni disa para, por ndërkohë do jeni edhe duke shpenzuar. Dhe shohim çfarë na sjell mbretëresha e monedave. Ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me situata të ndryshme, keni bërë durim në lidhje me fillime të reja. Mund të jetë fillimi një njofje të re, ku ju keni bërë shumë durim, ose ju keni bërë durim në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe do mundoheni të i trajtoni gjërat më pozitivisht, ndoshta për të ndryshuar situatat dhe për të krijuar një lloj stabiliteti. Sepse është një hënë e re që ndriçon marrëdhëniet, po ndriçon edhe anën tuaj ekonomike. Dhe shoh fillime të reja, shumë diskutime në lidhje me këto fillime të reja, por këto diskutime ju do t'i trajtoni gjërat më pozitivisht gjatë kësaj hëne. Dhe këtu flasim edhe në lidhje me punën tuaj, me fëmijët tuaj, me shtëpinë nga ana ekonomike, por dhe në gjithçka tjetër, duke mbyllur situata të vështira që keni pasur në lidhje me anën tuaj ekonomike. Dhe shohim çfarë na sjell katra e kupave, energjitë shenjave të ujit, të zjarit dhe të zjarit përsëri. Ju do jeni në një situatë ku ju shoh që bini të trishtuar në lidhje me një ofertë, ose ju keni refuzuar një ofertë. Mund të jetë një ofertë dashurie, mund të jetë një ofertë pune, mund të jetë ose një mbështetje, një ndihmë që do merrni nga dikush. Dhe ju shoh që bini pak të trishtuar në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të jeni, ose në lidhje me vendimet e vështira që duhet merrni gjatë kësaj periudhe. Sepse ju shoh për pjesën e personave që janë në njofje ose dëshirojnë të futen në një njofje, shoh një takim, por ju shoh shumë entuziazm, do jeni dhe duke e festuar në lidhje me këtë person. Jeni përballur me shumë pengesa gjatë rrugës që ju keni pasur në lidhje me këtë njofje ose lidhje. Por ndërkohë ju do t'ja dilni për të pasur një takim në lidhje me këtë njofje, ose për të stabilizuar njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Sepse është një energji shëruese gjatë kësaj periudhe, gjatë kësaj hëne të plot, dhe ju ndoshta do harrini që të krijoni stabilitet, edhe pse keni kaluar shumë pengesa. Ju mund të keni refuzuar ose dikush ju ka refuzuar. Dhe shohim çfarë na sjell gjashta e monedhave, ku ju jepni dhe merrni me një person. Atëherë kemi energjitë shenjave të tokës, të ajrit dhe të zjarit. Ju shoh që ju do jeni duke marrë dhe duke dhënë në lidhje me njofjet që keni, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ndërkohë ju shoh me qëllime në veten tuaj. Do jeni shumë karizmatik, shumë argëtues gjatë kësaj periudhe, por ju shoh që keni ngecur në mendime në lidhje me një person, me një situatë, ose ju dëshironi të çliroheni nga ana shpirtërore nga situata të ndryshme që ju mund të keni, ose të gjeni paqe për veten tuaj. Dhe ju shoh nga ana ekonomike do merrni disa para, por do keni dhe kontrata të rëndësishme gjatë kësaj periudhe. Thjesht mos i mendoni gjërat negativisht, se ju shoh që i mendoni gjërat negativisht, por nuk janë ashtu. Rrugën e keni të hapur në lidhje me çfarë do lloj situate që të jeni. Këtu mund të jetë një marrëdhënie me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet që keni, mund të jetë një marrëdhënie ose një investim ose një ndihmë që ju jepni fëmijëve tuaj, dhe ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja, por thjesht jeni duke menduar negativisht në lidhje me situata ekonomike, financiare, ndoshta ato para që merrni ashtu edhe rrjedhin, ashtu shpenzohen, dhe ju mendoni që gjithmonë merrni, por këto para shpenzohen. Thjesht duhet mendoni më pozitivisht, të dilni nga këto situata, sepse rrugën e shoh të hapur. Dhe shohim se si do jetë në vazhdimsi për gjithë ju. Disa prej jush, ju mungon një person, ju mungon një dashuri, një pjesë tjetër, ju mungon ana ekonomike.
këtu kemi energjinë e shenjës së demit. Ndërsa një pjesë prej jush mund të jeni edhe ju keni shpenzuar shumë dhe do ngelini me pak para në duar gjatë kësaj periudhe. Disa prej jush mund të ndjen shumë të lodhur fizikisht, por do jeni edhe duhet keni kujdes me shëndetin tuaj gjatë kësaj periudhe. Ju mund të bëni check-up ose diçka tjetër, por duhet keni kujdes sepse ju shoh shumë të lodhur fizikisht një pjesë prej jush, por edhe me mungesa të ndryshme. Ju mund t'ju mungoj një punë, mund t'ju mungoj ana ekonomike, mund t'ju mungoj një person dhe ju çliroheni. Kemi energji të shenjave të zjarit këtu. Do çliroheni nga situata që ju kanë lodhur deri në këto momente. Dhe këto situata mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Ju mund t'ju ketë lodhur një njohje dhe ju dëshironi të çliroheni nga kjo situatë. Dëshironi të shëroni veten tuaj. Ose të bëni dhe një fillim të ri. Për pjesën tjetër, ndoshta ju çliroheni nga një punë që ju ka lodhur, nga një partneritet, nga një bashkëpunim, nga një situatë e caktuar. Mund të jenë situatat nga më të ndryshmet. Mund të jetë situatë shëndetësore, ju mund të keni ndjerë një lodhje të gjatë në lidhje me mungesën ekonomike, me mungesën e parave. Në rastin tjetër, mund të jeni ndjerë për një kohë të gjatë shumë të lodhur dhe ju dëshironi ta mbyllni këtë situatë gjatë kësaj periudhe dhe do ta mbyllni për të bërë fillime të reja. Ndërsa për pjesën tjetër mund të keni probleme me shëndetin tuaj dhe kjo ka zgjatur për një kohë të gjatë dhe kjo gjë ju ka lodhur. Por shoh që do çliroheni edhe nga këto situata. Çfarëdo situatash që mund të keni. Mund të jenë situata në shtëpi, në familje, me fëmijët tuaj nga ana ekonomike, por edhe nga më të ndryshmet. Dhe kemi kartën e peshores, karta e drejtësisë. Ju, një pjesë prej jush, do të jepni zgjidhje situatave. Ju do çliroheni nga situata të vështira që keni kaluar, nga vështirësi ekonomike, vështirësi në lidhje me dashurinë, me shëndetin tuaj, dhe ju do vini një drejtësi, ose do të jepni zgjidhje situatave. Një pjesë tjetër mund të kenë lidhje me gjykatat, me prokurorit, dhe është një moment, është diçka që ju ka lodhur, ka zgjatur kjo situatë dhe ju do çliroheni nga kjo situatë sepse ju shoh që do të jepni zgjedhje. Por këtë zgjedhje mund ta merrni edhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Mund të jenë situata në shtëpi, me familjen, në shoqërinë tuaj, te vendi punës, për të filluar diçka tjetër më të mirë, duke mbyllur këtë lodhje dhe duke bërë diçka më të mirë, duke u çliruar për veten tuaj. Dhe vazhdojmë. Kemi energjinë e shenjës së shijetarit, të demit përsëri dhe të tokës. Të tokës, energjitë shenjave të tokës, gjithsesi energjitë mos i merrni shumë parasysh. Ju jeni transparent, jeni të ndërgjegjshëm me situatat që ju kanë ndodhur deri tani, me vështirësitë që ju keni kaluar deri tani. Dhe në momentin që të jepni zgjidhje, atëherë ju do jeni më të vetëdijshëm për zgjidhjet që do të jepni situatave. Dhe ju shoh përsëri do ljenjita kartë, kemi përsëri gjashën e monedhave, që ju do merrni dhe do jepni në lidhje me një person, do keni një ofertë dashurie, është një person që mund të jetë në distancë, vjen drejt jush, është një person që mendon shumë seriozisht dhe ju mund të shkëmbeni emaile, mesazhe me këtë person ose mund edhe të flisni. Në lidhje me pjesën tjetër, shoh do keni oferta në lidhje me punën. Do merrni disa para, por parat përsëri ashtu si do t'i merrni ashtu do shpenzohen. Ju dëshironi të çliroheni nga këto situata. Gjithsesi, ju shoh të ndërgjegjshëm edhe në lidhje me shpenzimet që keni. Ju vërtet merrni para, por jeni të ndërgjegjshëm që këto para që do merrni do shpenzohen po njësoj. Dhe disa prej jush mund të jeni në udhtime. Mund të jenë udhtime të shkurtra ose udhtime të gjata. Mund të jenë udhtime pune ose edhe udhtime të tjera, udhtime një fundjavë ose diçka tjetër. Gjithsesi do hedh edhe 2 letra për ta përfunduar këtë. Ju shoh që largoheni nga situata të vështira që keni kaluar deri tani. Ju do merrni një drejtim më të mirë për vete. Do çliroheni nga situata të së kaluarës tuaj.
Dhe këtu flasim situata që kanë ndodhur më përpara, mund të jenë situata tham në lidhje me dashurinë, mund të jenë situata në marrëdhëniet tuaja, në njohjet që keni, ju largoheni për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Ose për gjithë ata që kanë pas një punë të vështirë ose diçka që i ka lodhur, vështirësi ekonomike, ju shoh në gjendje pagjumësie, stresi, sado që largoheni, disa mund të largohen dhe jashtë shtetit. Sado që largoheni përsëri jeni duke menduar gjatë gjithë natës këtë drejtim të ri që ju dëshironi të merrni. Ndoshta kjo gjë do t'ju lërë dhe pa gjumë për të menduar se si do të jepni drejtim gjërave. Gjithsesi unë ju shoh që jeni në situata ku ju do dilni nga kjo gjendje që mund të jetë edhe një gjendje tensioni, stresi për një kohë të gjatë që keni kaluar. Dhe ju shoh në një pozicion mbretëror. Ju do arrini t'ja dilni. Ju do t'i vendosni qëllime vetes. Do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri, sepse ju shoh me shumë pasion, me qëllime, por dhe me shumë dashuri brenda vetes. Si në lidhje me njohjet, për gjithë ata që mund të jenë largohen nga diçka për të filluar diçka të re, ndërsa për pjesën tjetër, më falni, ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me marrëdhëniet tuaja, të çliroheni nga situata tensioni që mund të keni pasur deri në këto momente. Ndërsa për disa të tjerë mund të ketë lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe me situata të ndryshme që ju mund të keni. Me pjesën e dokumentave, që nuk e tham një pjesë për jush, dhe një pjesë tjetër mund të kenë lidhje me institucionet shtetërore, me gjykatat, prokurorit ose diçka tjetër. Dhe unë do marrë dhe një mesazh nga angjëjt për të parë se çfarë mesazhi i japin në këtë hënë të plotë. Dhe kemi numrin 9. Kemi kartën e eremitit. Dhe mesazhi nga angjëjt ju thot: lëreni kohën të qetësohet dhe të dialogoni. Domethënë në lidhje me situata të ndryshme që keni. Koha është mësuesi më i mirë. Përqafoni veten tuaj, ju thot. Është një mesazh fantastik, është një mesazh ku ju do merrni kohën tuaj për t'i menduar situata të ndryshme që mund të keni gjatë kësaj hëne të plotë dhe për t'i dhënë drejtim. Këtu kemi energjinë e demit. Gjithsesi ju është momenti më i mirë për të qetësuar dhe për të hyrë në diskutime, për të zgjidhur situata të ndryshme. Se lëreni kohën që të shëroj gjërat. Është një hënë e plotë ku do shërohen edhe plagë nga e kaluara. Por ndërkohë përqafoni veten tuaj, dashuroni veten tuaj. Dhe unë do marrë dhe një tjetër, dhe kemi gjashtën e shpatave, kjo është energjia ajri, dhe kjo ju thot, gjërat vështirësi do t'i lini mbrapa, thot. Fund vështirësive që keni kaluar deri në këto momente. Është një udhtim i bukur para jush. Do me thënë, ju do t'i jepni një drejtim më të mirë dhe më të qetë situatave që keni, duke u çliruar nga vështirësitë dhe duke i lënë mbrapa në lidhje me çfarë do lloj situate që ju keni. Por duke marrë gjithmonë një drejtim më të mirë, por dhe më të qetë në jetën tuaj. Gjithsesi, është një hënë e re që ka ndikimet e veta, thjesht duhet jeni të kujdesshëm në lidhje me këto gjëra, por është diçka që është një proces që do ndodhi. Atëherë kjo ishte për ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm, dëgjojmë te videot e radhës.